Sonte mbrëma pritet një nga netët më vendimtare të këtij sezoni në Big Brother VIP Albania, ku gjysmëfinalja do të përcaktoj fatin e banorëve që kanë mbetur në shtëpi. Sipas dinamikës së spektaklit, 2 prej tyre do të eliminohen përfundimisht, ndërsa 3 të tjerë do të sigurojnë biletën drejt finales së madhe. Gara mes banorëve është më e fortë se kurrë, me emocione, strategji dhe përplasje që kanë shoqëruar rrugtimin e tyre për muaj me radhë. 5 banorët finalist potencial të kësaj faze janë Miri, Brikena, Mateo, Shëndriti dhe Rogerti, të cilët ndodhen në pritje të verdiktit të publikut. Secili prej tyre ka arritur të krijojë një profil të fortë brenda shtëpisë, duke sjellë momente debati, emocioni dhe loje strategjike. 3 banorët që do të zgjidhen nga televotimi i sotëm do t'i bashkojnë Selinës, e cila tashmë ka siguruar automatikisht vendin e saj në finale. Kështu 4 finalistët do të përballen në natën e madhe të 18 prillit, ku njëri prej tyre do të shpallet fituesi i çmimit të madh. Spektakli i sotëm pritet të sjellë tension maksimal, ndërsa publiku mban në dorë vendimin për fatin e secilit banor. A do të ketë surpriza në gjysmëfinale dhe kush do të humbasë ëndrrën për finalen? Përgjigjja jepet sonte në mbrëmje. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.